Sulmi iranian me raketa pranë objektit bërthamor izraelit të Timonas të shtunën në mbrëmje ishte më shumë se një përshkallëzim dramatik në luftën në hije mes dy vendeve. Ai riktheu vëmendjen mbi mbrishtësinë e politikës shumë dekadëshe të Izraelit për paqartësi bërthamore, një strategji projektuar për të mbajtur kundërshtarët në pasiguri mbi fuqinë e tij parandaluese, duke shmangur përplasje të drejtë për drejta me aleatët që kundërshtojnë përhapjen bërthamore, shkruan gazetari Basim Al-Azavi. Raketat ranë vetëm 14 kilometra larg reaktorit, duke dëmtuar ndërtesa për rreth dhe plagosur të paktën 20 persona. Vetë objekti nuk u godit, por simbolika ishte e qartë. Irani demonstroi aftësinë për të arritur një nga pikat më të ndjeshme në Izrael, pavarësisht deklaratave të mëparshme se kapacitetet e tij raketore ishin shkatruar. Sulmi erdhi si kundërpërgjigje ndaj goditjeve izraelito-amerikane mbi objektin bërthamor në Natanz një ditë më parë. Komandanti i Forcës Ajrore të Gardës Revolucionare, Majid Musavi, paralajmëroi surprizat e ardhshme duke cilësuar sulmin si sy për sy. Mesazhi ishte i qartë. Irani mund të kërcënojë infrastrukturën bërthamore të Izraelit, edhe pa goditur drejt për drejt reaktorin. Për Izraelin, ky është një skenar i frikshëm. Dimona ka qenë për dekada qendra e programit të tij bërthamor, e mbuluar me sekrete që nga vitet 1950. Objekti u ndërtua me ndihmën e Francës, fillimisht i paraqitur si një fabrikë tekstilesh. Ndërkaq një raport pretendon se Gjermania Perëndimore ka financuar fshehurazi një pjesë të madhe të projektit të reaktorit bërthamor të Timonas në Izrael. Sipas gazetës Haaretz, mes viteve 1961 dhe 1973, qeveria në Bonn transferoi rreth 140 deri në 160 milion marka gjermane në vit drejt Izraelit përmes një sistemi të fshehtë kredish, duke arritur në një total prej rreth 2 miliard markash, afërsisht 5 miliard euro sot. Financimi zyrtarisht ishte etiketuar si ndihmë për zhvillimin e Negevit, por thuhet se në të vërtetë u përdor për të mbështetur programin bërthamor të Izraelit. Marrëveshja thuhet se filloi pas një takimi në vitin 1960 mes kryeministit izraelit David Ben Gurion dhe kancelarit gjerman Konrad Adenauer, duke reflektuar angazhimin e Gjermanisë pas Holokaustit për sigurinë e Izraelit. Ndërsa Franca ofroi mbështetje teknike për reaktorin e Timonës, raporti sugjeron se fondet publike gjermane financuan fshehurazi një pjesë të madhe të projektit. Kur inspektorët amerikanë kërkuan sqarime, autoritetet izraelite shmangën përgjigjet. Presidenti John Kennedy, skeptik ndaj këtij shpjegimi, insistoi për inspektime. Sipas rrëfimeve të përhapura ndër vite, kryeministri David Ben Gurion e konsideroi këtë presion të papranueshëm, ndërsa teori konspirative, pa prova, e lidhjen edhe vrasjen e Kennedyt me këtë çështje. Për gati 7 dekada, Izraeli nuk e ka konfirmuar as mohuar posedimin e armëve bërthamore. Kjo politike e njohur si amimut apo paqartësi ka shërbyer për të frenuar kundërshtarët pa provokuar sanksione apo përplasje me Shtetet e Bashkuara. Kjo strategji u trondit në vitin 1986, kur tekniku Mordechai Vanunu publikoi detaje mbi arsenalin bërthamor të Izraelit në Sunday Times. Ai sugjeroi se Izraeli zotëronte dhjetra, ndoshta qindra koka bërthamore. Vanunu rrëmbye nga agent të Mossadit në Rom dhe u burgos për 18 vjet, por zburimet e tij ndryshuan përgjithmonë perceptimin global. Sulmi i së shtunës nxjerr në pa cenueshmërinë e objekteve bërthamore në kohë lufte. Dhe pse reaktori nuk u godit, afërsia e raketave ngre pyetje serioze mbi pasojat e një goditje direkte, e cila mund të shkaktonte ndotje radioaktive me pasoja rajonale katastrofike. Izraeli ka investuar shumë në sisteme mbrojtëse si Iron Dome dhe Arrow, por deportimi i raketave iraniane tregon se mbrojtja nuk është e pakalueshme. Për Iranin, sulmi ishte një demonstrim force dhe qëndrueshmërie për treguar se arsenali i tij raketor mbetet funksional. Për SBA-n, ngjarja rikujton balancën delikate mes mbështetjes së sigurisë së Izraelit dhe kundërshtimit të përhapjes bërthamore. Shtetet e Gjirit, që kanë normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, mund të rishqyrtojnë rreziqet, ndërsa tensionet në lindjen e mesme rriten. Mbetet e paqartë nëse ky sulm shënon një fazë të re të konfliktit. Paralajmërimet e Iranit për surprizat e ardhshme sugjerojnë përshkallëzim të mëtejshëm, ndërsa Izraeli pritet të vazhdojë politikën e tij të paqartësisë.
Ngjarja nxjerr në pah paradoksin e strategjisë bërthamore izraelite. Sekreti ka ruetur efektin parandalues, por ka krijuar edhe dobësi. Duke mos e pranuar zyrtarisht arsenalin e tij, Izraeli ka shmangur presionin ndërkombëtar, por njëkohësisht e ka bërë Dimonën një objektiv tërheqës për kundërshtarët. Ndërsa situata qetësohet përkohësisht, mesazhi është i qartë. Paqësia bërthamore nuk do thot paprekshmëri. Sulmi i radhës mund të testojë nëse kjo politikë shumë dekadëshe mund të rezistojë realiteteve të luftës moderne.